Çfarë është kjo më zonë? Kjo është gruaja ime Amandin foliro. Si po i fatu, foliro. Mirëmëngjes son. Amandin, fol. Mirëmëngjes. Më fal, si mund të ndihmoj? Okej, atë personazhi është një nga ato personazhe që ne i shohim çdo ditë, po themi, i thrasim shpimin, na rregullu ato gjërat. Pra janë ato personazhe që gjithçka bërës, i bëjnë ato. E ke gjithmonë nëpër këmbë një personazh, çdo institucion e ka, çdo, po them, biznes e ka një personazh tjetër që e ka aty për ti ashtu për t'i bërë punët. Është një personazh për mua është interesant, unë e kam pëlqyer shumë si personazh që në fillim edhe si thosh se më jep dorë edhe për, po them, për të improvizuar apo për të bërë gjëra që unë kam në kokën time për t'i bërë. Unë mendoj se ishte një shfaqje me ritëm, me humor e kështu me radhë. E falenderoj gjithashtu dhe publikun e Fierit që ishte sot i shumë në numër në premierë. Shpresojmë të jetë po kështu edhe nesër, edhe pas nesër, se jemi 3 ditë këtu. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Në fakt është gjithmonë kënaqësi sa herë vim në Fier, edhe duhet thënë që Fieri këto kohë të fundit po bën shfaqje shumë të bukura, po mirëpret trupa shumë të mira, premiera shumë të bukura, rivënie, kështu që përgëzimet e mia për këtë gjë të mrekullueshme që po bëjmë për publikun e qytetit. Ne kemi ardhur sot me një komedi, është një premierë ekskluzive për Teatrin Bylis, titullohet Klinika e Bukurisë, një farsë e jashtëzakonshme franceze, dhe tani jemi pak para premierës, mezi presim që ta shfaqim përballë publikut. Roli që unë luaj është ai i Amandinës, është një vajzë e re, me plot të ëndra, me plot dëshira, ka vetëm një defekt, është gjithkohon me nerva me bashkëshortin. Po hapu Amandin, hapu si e bosi kasaforë siciliane, hapu si e bosi titi vlore, ma ojë shtyri. Sa bukur, doktor, e keni qarë. Urime, doktor, kësa e radhe pas një përdorë silikonin bushës për bunker. Publiku e priti shumë mirë, është një shfaqje që komunikon, është një shfaqje që lajmet për këto lloj zanatesh plasin nëpër media, me ndërhyrje të gabuara, me materiale të gabuara, kështu që në Shqipëri është në vendin e vet. Kjo është një shfaqje që mund të rri kudo, po në Shqipëri sidomos me këto që ne lexojmë lart e poshtë nëpër media, rri shumë mirë. Është emocion shumë i madh ardhja në Fier, nuk është hera parë që unë kam një premierë në Fier dhe kam shumë kënaqësi gjithmonë. Publiku është shumë mikpritës, mesazhi i shfaqjes është që tani sidomos në kohën e internetit të informohemi sa më mirë në çdo vend ku shërbehet, sidomos shërbime mjekësore etj. Beno, ku kemi nese me gruan, a mund t'ja push një mëndjen që të marri dy copë si këto? Në fakt, unë nuk mundem dot sepse do... Beno. Mesazhi i shfaqjes është ky, domethënë që bukuria natyrore nuk mund të zëvendësohet asnjëherë me asgjë. Njerëzit bëjnë gabime, nganjëherë bëjnë gabime të parikthyer, kështu që duhet shumë kujdes. Në fakt unë dua të jap mesazh për publikun fierak, sepse jam këtu dhe është e disa herë që jap shfaqje këtu dhe dua të them që sa herë vim përveç mikpritjes, ajo gjë që më bën përshtypje nga publiku fierak është vëmendja dhe nuhatja e mprehtë që kanë, sa me seriozitetin ndjekin shfaqjen, mesazhet që na vijnë pas shfaqjes nga njerëz të ndryshëm, kështu që janë një publik shumë i kultivuar dhe mua më vjen shumë mirë për këtë dhe dua t'ju them gjithkohon ejani në teatr sepse ju bën njerëz më të mirë.